Qeveria ka njoftuar aleatët në NATO dhe BE për tentativa destabilizimi nga ana e opozitës gjatë protestës së studentëve në Shkup, ku kërkuar që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Kështu ka deklaruar kryeministri Mickovski, duke shtuar se prania e një numri të madh të aktivistëve dhe funksionarëve të lartë i kanë dhënë konotacion politik protestës. Вчера видовме голем број опозицијски и активисти и високи функционери кои што беа на протестот. Gjepam një numër të madh të aktivistëve dhe funksionarëve të lartë të opozitës që ishin në protestë duke i dhënë konotacion politik. Për të kemi informuar aleatët në NATO dhe në Bashkimin Evropian për përpjekjet e opozitës që në një farë mënyre të bëjnë destabilizim dhe mendoj se kjo nuk u përqafua nga përfaqësues të lartë të bashkisë ndërkombëtare. Lidhur me kërkesat e studentëve, kryeministri thotë se kërkesat janë një, kurse kushtetuta dhe standardet ndërkombëtare janë diçka krejtësisht tjetër. Факт е дека законот кој што е донесен, тоа е законот за примена на јазиците, е предизвикан пред Уставниот суд. Është fakt se ligji për përdorimin e gjuhëve është sfiduar para gjykatës kushtetuese në atë pjesë të jurisprudencës dhe sundimit të së drejtës. Fakti është se ka mendim negativ nga Komisioni i Venecias rritur me dygjuesi në gjyqësor për shkak se s'kemi resurse të mjaftueshme ta implementojmë, kurse së dyti nuk garantohet sundimi i së drejtës. Për këtë shkak ata rekomandojnë fuqishëm që të kthehemi në ligjin për gjuhët nga viti 2008 ose 2009. Ministri i Drejtësisë Igor Fillkov në disa raste ka theksuar se për momentin nuk ekziston mundësia që provimi të jepet edhe në një gjuhë tjetër, përveç maqedonishtes, duke nënvizuar se provimi i jurisprudencës është provim profesional, jo procedurë administrative. Nga ana tjetër, Blendi Hodaj nga Forumi për Ndryshime në Arsim vlerëson se ky nuk është provimi gjuhës maqedonase, por një test profesional për zbatimin praktik të së drejtës. Ky provim nuk të bën automatikisht gjyqtar apo prokuror, por vetëm të hap rrugën për trajnimet e mëtejshme, të cilat gjithsesi zhvillohen në maqedonisht. Prandaj nuk është e qartë ku qëndron problemi që studentët që kanë studiuar 4 vite në gjuhën shqipe të ushtrojnë një të drejtë që u takon me ligj. Ish deputeti Ivon Veličkovski, përmes një statusi në rrjetin social Facebook, ka theksuar rëndësinë e gjuhës si element thelbësor i lirisë dhe funksionimit të shtetit ligjor. Gjuha është liri, këta e dinë më së miri ne maqedonasit, dhe ne jemi të lirë dhe të fortë kur garantojmë lirinë për të gjithë, përfshirë edhe gjuhën. Kjo nuk është çështje e BDI-s, Vlenit, BMRO, DPMN-s apo LSTM-s. Bëhet fjalë për ndërtimin e një republike të re, për institucione që garantojnë liri dhe të drejta. Kjo është çështje e shtetit ligjor, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Një pjesë e komunitetit juridik vlerëson se kërkesa për dhënien e provimit në gjuhën shqipe nuk është në përputhje me ligjin dhe mund të hap çështje për trajtim të barabartë të kandidatëve. Aktualisht në gjykatën kushtetuese janë dorëzuar 13 iniciativa për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe lishmërisë së kësaj çështje. Protestat tashmë kanë marrë dhe dimension politik, ku mbështetje kanë dhënë partitë politike shqiptare, ndërsa nga bloku politik maqedonas ka mbërthirje për një qasje të kujdesshme dhe racionale.